Legjenda e Lule Narcisit. Në mitologjinë greke, Narcisi ishte një gjatar i pashëm nga Greqia qendrore, i njohur për bukurinë e tij të pashoqe. Ai ishte biri i perëndisë së lumit, Kefisit, dhe nimfës së hijshme Liriopa, që në lindje profeti i verbuar Tiresias parashikoi fatin e tij duke i thënë të ëmës se Narcisi do të jetonte gjatë me kush që të mos e shihte kurrë fytyrën e tij në pasqyrë. Narcisi ishte një djalë krenar dhe i ftohtë. Ai përbusej të gjithë ato që e dashuronin. Zemra e tij nuk mund të prekej nga ndjenjat e të tjerëve, dhe shpesh i linte vajzat e reja dhe nimfat të dëshpëruara pas tij. Ai pëlqente bredhjet e vetmuar në përpyet e harlisura dhe nuk dëshironte të ndante jetën me askënd tjetër. Një nga viktimat e tij më të trishtueshme ishte nimfa e malit Jehona Eko. Ajo ishte një nimfë e bukur e cila kishte një dhoti të çuditshme dhe fatkeqe. Mund të përsëriste vetëm fjalët e fundit të të tjerëve, por nuk mund të shprehte kurrë fjalët e saj. Kjo ishte ndëshkimi i perëndeshës Hera, e cila ishte xheloze për të dhe e mallkoi që të mos fliste më kurrë lirisht. Një ditë, Jehona pa Narcisin duke ecur nëpër pyll dhe ra në dashuri me të në çast. Ajo e ndoqi fshehurazi, duke mos mundur t'i shprehte ndjenjat e saj. Kur Narcisi e ndjeu praninë e dikujt që ishte afër tij, ai thirrri: "Kush është aty?" Dhe Jehona Eko, e dënuar nga fati, mundi të përsëriste vetëm "aty". Ajo më në fund u shfaq para tij, hapi krahët për ta përqafuar, por Narcisi e refuzoi me përbuzje. Zemra e saj e thyer nuk e duroi dot këtë dhimbje. Ajo u tërhoq në vetmi dhe pak nga pak trupi i saj u tret, duke lënë pas vetëm zërin e saj, i cili ende dëgjohet në malet dhe luginat e thella si një jehon që përsërit fjalët e të tjerëve. Perëndesha Afrodita, e zemëruar nga egoizmi dhe ftohtësia e Narcisit, vendosi ta ndëshkonte atë. Ajo e bëri të dashurohej me vetveten, si ndëshkim për shpërfilljen e dashurisë së të tjerëve. Një ditë, ndërsa Narcisi po ecte pranë një pellgu me ujë të kristalt, pa për herë të parë pasqyrimin e tij. Ai u mahnik nga bukuria që pa, dhe ra në dashuri me figurën e vet, pa e kuptuar që ai ishte thjesht një imazh. Për ditë e natë ai qëndroi i përkulur mbi ujë, duke u përpjekur të prekte ose të përqafonte atë që shihte, por ishte e pamundur. Narcisi, i çmendur nga dashuria për veten dhe që nuk mund ta përqafonte dot, thuhet se u mbyt në pellg. Ai nuk u largua kurrë nga imazhi i tij. Kur nimfat dhe perëndit shkuan për ta varrosur, në vend të trupit të tij gjetën një lule të bukur me petale të bardha dhe të verdha që mban emrin Lule Narcisi. Lulja e Narcisit, simbolika dhe veçoritë. Lulja e Narcisit u bë simbol i dashurisë së pashpresë, vetmisë dhe iluzionit. Ajo është një nga lulet e para që lulëzojnë në pranverë dhe shpesh konsiderohet si një simbol i rilindjes, por edhe i krenarisë dhe egoizmit. Në Greqinë e lashtë, kjo lule ishte e lidhur me botën e nën tokës dhe përdorej shpesh në rituale funerale. Në Spartë, lulja e Narcisit ishte një ornament që përfaqësonte dashurinë, ndërsa në pjesë të tjera të Greqisë konsiderohej si një lule e vdekjes. Në kulturat e mëvonshme, lulja e Narcisit mbeti një simbol i egocentrizmit dhe vetadmirimit. Për shkak të këtij miti, termi narcisizëm u krijua për të përshkruar njerëzit që kanë një fiksim ose adhurim të tepruar për veten e tyre. Madje edhe besimi popullor që nuk duhet parë vetja në pasqyrë natën sepse të ikën bukuria, vjen nga ky mit. Miti i Narcisit ka frymëzuar artistët për më shumë se 2000 vjet. Në antikitet, figura e tij u përjetësua në piktura dhe skulptura.
Ndër më të famshmet janë pikturat murale nga Pompei dhe shtatorja që ruhet në Muzeun Popullor në Napoli. Në periudhën e rilindjes, piktorët si Tintoretto krijuan vepra mbi narcizin. Në kohët moderne, Salvador Dali realizoi pikturën e famshme Shndërrimi i Narcizit, e cila ruhet sot në Tate Gallery në Londër. Edhe muzika është frymëzuar nga ky mit. Opera Jehona dhe Narcizi është një nga veprat më të njohura mbi këtë histori. Ky mit vazhdon të jetojë dhe sot, duke krijuar fuqinë dhe rrezikun e dashurisë për veten dhe pasojat e krenarisë së tepruar. Të nderuar miq, nëse ju pëlqeu legjenda e Narcizit dhe lulja nga e cila ka marrë këtë emër, ju lutem bëni like dhe shpërndajeni videon. Faleminderit për kohën tuaj, shihemi në videon tjetër.